kanë kryer disa pastisje në kuadër të një operacioni kundër krimit të organizuar, të nxjerra nga trafikimi i drogës nga autoritetet italiane dhe franceze, të koordinuara nga Europoli dhe Eurojusti, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, Prokuria Speciale, kohëve të fundit ka trajtuar disa raste të natyrës senzitive dhe shumë të rëndësishme për faktin se shumica nga ato ndërlidhen me bashkëpunim juridik ndërkombëtar, e që kanë impakt edhe në imazhin e sistemit drejtësisë në Kosovë. Përveç tjerash, e kemi ndjerë obligim që përmes jush të paraqiten tek opinioni publik, gjithnjë duke u bazuar në interesimin e madh medial të publik. Në kuadër të kësaj, ndihem mirë që njoftoj se me 30 qershor të këtij viti, pjesëtarët e Policisë së Kosovës, në udhëheqjen e Prokurisë Speciale të Republikës së Kosovës, kanë kryer disa pastisje në kuadër të një operacioni kundër krimit të organizuar. Ky operacion është realizuar në kuadër të një hetimi mbi pastrimin transnacional të ardhrave, të nxjerra nga trafikimi i drogës nga autoritetet italiane dhe franceze, të koordinuara nga Europoli dhe Eurojusti, e në bashkëpunim plot me Prokurinë Speciale të Republikës së Kosovës, e cilën operacione kanë ndihmuar dhe projekti HAPE. Kuadër të këtij rasti, janë arrestuar 2 persona në shtator të vitit 2025, në ndyshimin për kryen e veprave penale, pjesëmarrja për organizimi i grupit kriminal të organizuar dhe shpërndarja e parave. Operacioni në fjalë është rezultat i bashkëpunimit ngushtë ndër institucional dhe ndërkombëtar, i ndërtuar mbi besimin, shkëmbimin e informacionit dhe angazhimin e përbashkët për të luftuar krimin e organizuar dhe të gjitha format e tij. Kuadër të këtij bashkëpunimi, ne kemi zhvilluar edhe një takim të rëndësishëm, pikërisht në 30 qershor, me përfaqësuesit e autoritetet të Spanjës, Francës, Italisë, Gjermanisë, Shqipërisë, Britanisë së Madhe dhe Europolit. Ata janë ndarë të kënaqur me punën e prokurorisë dhe për më tepër jemi pajtuar që të vazhdojmë punën e përbashkët në luftën ndaj krimit të organizuar. Pra, ky është operacioni i fundit në një serë operacionesh të kryer nga Prokuria Speciale dhe Policia e Kosovës në koordinim me agjencinë ndërkombëtare gjatë javëve të fundit. Kuadër të luftimit të kriminalitetit, disa javë më parë, operacioni White Star rezultoi me arrestimin e 5 persona, me dyshim për kryerjen e veprave penale duke përfshirë pjesëmarrjen ose organizimin e një grupi të krimit të organizuar, i cili merrej me shpërndarjen e narkotikëve dhe pastrimin e parave. Kuadër të hetimit rreth këtij rasti, një tjetër operacion është zhvilluar në prill, i cili rezultoi me arrestimin e 4 persona dhe sekuestrimin e substancës narkotike të llojit heroin në sasi prej 17 kg e 900 gram. Gjithashtu një operacion i koduar Mega i realizuar në qershor të këtij viti. U arrestuan 3 persona me dyshimin për vepër penale financimit terrorizmit, furnizimin me armë dhe shpërndarje narkotikëve. Po ashtu, një operacion tjetër i rëndësishëm, i zhvilluar me një korrekt këtij viti, janë arrestuar 9 persona të cilët dyshohen për vepra penale, shpërndarje parave, kontrabandim i madh në bashkëkryer, pjesëmarrja ose organizimi i grupit kriminal të organizuar, dokumentet e rrejshme lidhur me tatimin dhe shmangja nga tatimi. Përveç tjerash, Prokuria Speciale ishte pjesë e operacionit ndërkombëtar Switch Off i zhvilluar në janar të këtij viti, duke treguar kështu për kushtim në luftën kundër krimit financiar. Operacioni njëkohësisht u zhvilluar edhe në Mbretërinë e Bashkuar, Spanjë, Itali dhe Rumani, i cili mundsoi eliminimin e një infrastrukture informatike e cila shërbente në mënyrë të paligjshme për miliona përdorues në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar, përmes një sistemi të sofistikuar informativ IPTV. Në hetimin e këtij rasti kanë bashkëpunuar dhe Kanadaja, India, Korea e Jugut dhe Emiratet e Bashkuara. Këto raste
do të hetohen plotësisht nga prokurorët e prokurisë speciale dhe hetuesit nga Policia e Kosovës, në bashkëpunim të ngushtë edhe me agjencitë ndërkombëtare ligjzbatuese, për të zhvilluar raste të forta para dorëzimit të tyre në gjykatë. Puna në këto raste sapo ka filluar dhe natyrisht se do të kërkoj kohë, por ne gjithnjë do jemi në harmoni me afatet ligjore. Megjithatë, derisa ne punojmë këto raste tjera po vinë drejt përfundimit dhe këto janë po aq të rëndësishme sa operacionet e krimit të organizuar që sapo i përmenda. Në raport me këtë, Prokuroria Speciale ka qenë e suksesshme në 4 raste të fundit të spionazhit. Gjykata themelore në Prishtinë, Departamenti Special, tashmë ka shpallur fajtor 4 persona për vepra të spionazhit, ndërsa disa raste tjera i kemi në proces. Gjykata, siç jeni ndjeni, shpalli aktgjykimin fajsues edhe për rastin Banjska.